Boksi Shkodran përgatitet për vrimtari të rëndësishme ndërkombëtare, por edhe kombëtare, por fillimisht është një kampionat evropian për amator ku do të konkurrojë Shkodrani i Kajoshi. Me trajnerin e vllaznisë dhe të ekipit tonë kombëtar Lazarin Vila. Profesor, si po shkojnë përgatitjet? Faleminderit Gas për këtë intervistë. Përgatitjet, po mund të them që kemi në 1-2 javë që jena full stërvitje seriozisht, sepse për ju verët normalisht edhe sportistët kanë nevojë për pak qetësi, pak relaksim. Të është në 2 javë, stërvitjet kanë shku, stërvitja është në rritje, është të shku mirë, si që thatë edhe ju, jena të përgatit për kampionatin evropian, ku do të marrin pjesë Arion Kajoshi. Ky kampionat do të zhvillohet në Bullgari, në muajin mes të shtatorit, dhe shpresoj për një rezultat nga ana e boksierit tonë. Kajoshi është vetmi boksier nga Shkodra dhe Shqipëria që merr pjesë në këtë Evropian? Jo, nga Shkodra po, është i vetmi boksier, nga Shqipëria jo, sepse është edhe Zeneli, Ariol Zeneli, Alban Beqiri e Ahmet Koçi. Pra do të shkojnë 4 boksiera nga gjithë Shqipëria me përfaqësu ekipin tonë kombëtar në kampionatin evropian në Sofia. Duke u ndalur te Kajoshi është një boksier që tashmë është në mes të 3 pozicioneve. Konkurron për vllaznin në kampionatin kombëtar, ku shpallet kampion. Ka kaluar në boksin profesionist, ka një rritje, një sukses të jashtëzakonshëm, por sfundi edhe në boksin amator, nga ana rregullore, lejohet të kontribuojë në 3 disiplina. Faktikisht nuk ka 2 disiplina janë, amatori dhe profesionizmi, është e lejueshme deri para diçka ndoshta 10 vjetëve, nuk ka qenë e lejuar që kush ka lënë boksin profesionist mori kthy edhe herë në boksin amator, por ky rregull është hek dhe për njëjtë është lehtë që mundesh me ballë në boksin amator, po ashtu edhe në boksin profesional. Po pavarësisht mandaj se stërvitja ndryshon, për boksin amator është më intensive, kurse për boksin profesionist është stërvitja më e zgjatur dhe më rezistente. Por kjo nuk ka se prish punë jo për boksierët shqiptar, por për gjithë boksierët në botë. Me që po flasim për Kajoshin, si është forma sportive e tij? Thash, ka 2 javë që kena fillu stërvitjen. Këto 2 javë është mirë, nuk ka dëmtime, rekuperimin e ka shumë mirë, stërvitja në rritje, kështu që kam përshtypjen, sepse që dhe në ditën para Simonis, ku stërvitja do të jetë maksimum, do të përballojnë shumë mirë, dhe kam shpresën që edhe atje do të paraqitet mirë. Duke lënë pas Evropianin, më njëherë vjen kampionati kombëtar i boksit, që është vëndeja më e rëndësishme e vitit. Këtë vit, ky edicion do të zhvillohet në Tiranë, në kryeqytet, dhe lufta sportive, me çfarë kemi informacion, do të jetë shumë e ashpër për të marrë trofeun. Këtë vit do të bëhet në Tiranë, megjithatë, siç thatë, kampionati ka me qenë i vështirë, por unë kam përshtypjen dhe them që do të çojmë kupë. Do të fitojmë kampionatin 28, do ta marrim në Tiranë. Do të jetë një ndër kampionatet më të forta, sepse siç thatë edhe ju, kena pretendenta studenti, është Tirana, Partizani, Flamurtari, Vllaznia. Pra këtë vit janë 5 ekipe të forta, të cilët kërkohen për me fitu kampionatin. Megjithatë na jena të marrë masat tona, të përgatitur boksierët tanë. Stërvitja ka me qenë shumë e mirë deri në atë moment, kena me shku me ekip kompletum dhe shpresoj dhe kam uzdajen që për herë 28 do dalim kampion. Kush janë disa nga emrat bazë të formacionit që pritet të boksojnë në Tiranë dhe diçka për ardhët e reja, ka dhe prurje të reja? Të shdi, e mira nuk ka qyshte shumë me qitë emrat, po megjithatë nuk ka problem. Hysen Karmneshna, që është peshë e parë dhe pretendojmë të ai kampion. Arjan Gjillari, Senat Drini, Arion Kajoshi, Kristian Dema edhe po nalëm i tu. Kristian Dema rikthehet? Rikthehet Kristian Dema nga Gjermania? Nga Gjermania për me bënë në kampionatin kombëtar. Kjo është lajmi? Kemi edhe tjerë, por nuk po qësë emna ma shumë, sepse çdo kush marrën pak ata rezervat e veta. Profesor, falenderoj dhe shpresojmë sukses në Evropianin e boksit amator me Kajoshin, por edhe në kampionat. Faleminderit, Gas, faleminderit.